Ka më ndryshuar veç nëse nisma futet në parlament dhe bëhet e grupi i madh i dikush i fuqishëm, krenar i Partisë Demokratike të Kosovës, që ka mrena vlerën që i ban emër. Që kur të letë për UÇK-n, zemra i kufon. Kur të letë sot, është një prag ligjor. Ato nuk më e ka dhe vetë pandimin e juve. Ma besoni votën, mua dhe këtyre bashkëpunëtorëve. Ma besoni votën dhe më ndihmoni ta kalojmë provën. Po, ne e kemi vështirësi provën. Po, ne e kemi shumë vështirë provën. Ama, sa jam unë në parlament, nesër apo s'jam, as kam me vendos studio, as kam me vendos tavolina, as kam me vendos skutat, kam me vendos qytetari i Republikës Kosovës, kam me vendos shoqet, të gjithë ata njerëz të cilët e din, ma njohin, së të pak kontributit që këmë për vendin. Të qindra mira, ata banorë, me cilët kem qa rrethime, edhe imi po muri gjallë për të mbrojtër jetën e tyre, ata e din se ku shepun. Dhe në pres, sot, ne kam nevoj për besimin e tyre. Kam nevoj, unë e di që ka fitore. Kam pos lodhe i sfidash. Sa herë o varë nga unë, asë një herë unë s'kom qyrë flakë. Kam kalu 100 pragje për Kosovën, e për qytetarët e saj. Sa herë që a varë nga unë personalisht, s'kam kursyra asë gjë në jetën time, dhe gjitha pragat i kom kaluar në shërbendanti tim. Edhe në kohën e para luftës, edhe gjatë luftës shqiptare dhe pas luftës. Sa herë me orë, nga vullnetim, o s'ka pos prag që mund kanal. Dhe kështë dhe fete kalura e. Oj për ndimin e tyre. Në fakt, në fund të ta sheni, edhe ky besim dhe këndim, nuk është për mua as për ta 100 shoqe mia, por është për Kosovën. Sepse nuk të shohet një qeverisje. Qeverisja e jetës sime. Shpresës i duhet guzim. Shpresa për të realizuar, për të mojtë gjallë, e për të shkuar, e për të bërë realitet, dojnë brenda guzim. Guzimi për shpesuar, guzimi për të arritur shpresën. Për lirin, zemra i kufon. Kur flet për shtetin, zemra i kufon. Që ka vepra mrapa. S'ka pengesë, s'ka individ që neve mund nga dalë. Drejt orientime tona. Dalë pa që e barë të ndërruar nishë e bashkëqytetarë. Pra na juftoj, le të bashkohemi, na ndihmoni, na besoni, edhe votoni 121 ta kalojmë prapën. E dim që kemi vështirë. Ne e dim që kemi vështirë. Edhe ka tallje. Por nuk ka humbje vote. Humbje vote, edhe humbje qeverisë, mundësisë për me dhonë qeveri ndryshe, është nëse nuk votohet nisma. Mos harani, analizoni ma fell. Nëse nuk votohet numri 122, nuk ka ndryshim qeverisjes. Ndryshimi qeverisjes, me duke votuar 122-shin, atëherë krijohet para kushtet. Veç bane një matematik, se sa deputet mund bëhen. Që jam shumë kështu, si në gëmë jam zemë të tjetër, se kësha jam shumë jam disponim. Se jam disponim kuptimin, jam disponim se punina mirë, që këmë do këtë angazhimin tim. Naturisht një keq që s'mund të me dhoni lajmë, ose shumë ka, si me thonë, nuk është dorën tokë. Jam kështu me disponim për faktin që kemi do këtë angazhimin, për mjallën e mëti, po nuk kanë duha kur gjë, është të rrugë tjetër. Vetë e dyta nuk e di edhe nuk du më rrugë me të tjetër. Që të ka individ që dojnë kanë të lashe për kalkulime personale edhe bashkime tila i tuti frigohen. Po nuk prish kjo kur gjë punë. Ata besojnë që duhen bashkimin janë shumë pesh, ma shumë, se që keni pa dhe ju, në rrjetet sociale, media. E treta, unë e pres parësejmë më votuar të gjithë ata të cilët besojnë punën time, angazhimin tim dhe në besojnë, kur dhe që tjetë. O qytetarë e Republikës Kosovës, edhe shërbimi jam ka qenë shërbim të qytetarëve të Kosovës. Kështu që prej Gryke Flapit, e Gryka Qanigut, e Nistor, e deri në Lëshan, e Dragash, i ftoj çdo qytetarë të Republikës Kosovës, le të na besojnë, le të na ndihmojnë. Kemi vota punë mira për këtë vend,
në periudha të ndryshme, edhe besoj që ne duam i Parlamentit të Kosovës një zonë si ne, dhe ta materializojmë bashkimin të cilin po flas. Të Republikës së Kosovës. Përshëndes votësën e Social-Demokratët të Kosovës dhe uroj që ky proces gjallor që po fillon tani më sot me përmbylljen e listave përfundoj edhe në ndërtimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Vetëm mos ka nevojë Kosova të vazhdojë kështu në ciklin gjallor të panevojshëm. Sonte besoj unë se cili nga miq, shok, bashkëpunëtor, veteran, intelektual, familje dëshmorëve, elektorat, njerëz të vullnetit mirë, kanë pritur lajm të mirë, një lajm që do të gëzojë në zemrat e tyre. E lajmet për bashkim gjithmonë gëzojnë zemra, sepse bashkimi paralajmëron fitore. Sa jemi bashkuar, kemi arritur rezultate, ose kemi qenë një pas tjetër në zhvillimin dhe ndërtimin e synimit tonë. Siç e kam premtuar, qindra e mira bashkëpunëtorë, kolegë, shokë, bashkëtarë, intelektualë e shtetit të ndryshëm, në linje të re. Ju kam premtuar që ne do të përpiqemi deri në minutën e fundit, e deri në sekondat e fundit, punojmë fort për t'i ofruar një mundësi bashkimi i cili jep shpresë për ndryshim. Unë besoj shumë, kjo ka qenë edhe është moto